Gjybja e profetit Muhammed. Transmetohet se profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut, qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i dhuruan një gjybe dhe atë e ruante zonja Fatime Zahra, paqja qoftë mbi të. Një ditë prej ditësh, një nevojtar trokiti tek dera e shtëpisë së profetit dhe i kërkoi atij sadaka. Profeti, paqja dhe bekimet e Allahut, qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i tha Fatimes: "Oj Fatime, jepja nevojtarit gjyben." Nevojtari e mori dhe u gëzua shumë. Pastaj shkoi në treg dhe filloi të thërriste: "Kush e blen gjyben e të dërguarit të Allahut?" Njerëzit u grumbulluan rreth tij dhe të gjithë donin ta blinin gjyben. Thirrjen e dëgjoi një i verbër dhe i tha shërbyesit të tij: "Shko dhe ma sill gjyben, sado e shtrenjtë që të jetë. Nëse e bën këtë punë, ti je i lirë." Shërbyesi ja solli gjyben. I verbri e mori dhe tha: "O Zoti im, për hak të profetit tënd, për hak të bereqeteve të gjybes së tij të pastër që ndodhet në duart e mia, ma kthe shikimin." Pas pak qastesh, atij u kthye shikimi dhe u gëzua shumë. Menjëherë shkoi tek i dërguari i Allahut dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, mua mu kthye shikimi. Urdhëro këtë gjybe, e ke dhurat nga unë." Burri i tregoi se çfarë kishte ndodhur dhe profeti i qeshi. Pastaj i tha Fatimes: "Oj Fatime, shikoje këtë gjybe. Ajo e pasuroi një të varfër, e shëroi një të sëmur dhe e liroi një rob dhe pastaj u kthye përsëri tek ne. I lartësuar dhe i lavdëruar je ti, o Allah, që na ke nderuar, na ke fisnikëruar dhe na ke besuar me dërgimin e profetit Muhammed. O Zot, bekoje Muhammedin dhe familjen e Muhammedit, njësoj siç bekove Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit. Vërtet, ti je falenderues dhe i lartë. Mirësoje Muhammedin dhe familjen e Muhammedit, siç mirësove Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit. Vërtet, ti je falenderues dhe i lartë."